Horoskopi për ditën e diel 22 mars 2026. Dashi, sot ti do të shkëlqesh. Me bashkimin e diellit dhe Neptunit në shenjën tënde, aura jote shkëlqen aq fort sa njerëzit do të fërkojnë syt kur të shohin. Sot je si një magnet, çfarëdo që kërkon do ta marrësh pa bërë ndonjë lodhje të madhe. Nëse ke një dëshirë të vjetër, thuaj sot me zë të lartë, se yjet i kanë hapur veshët vetëm për ty. Shpirti yt po zihet nga ëndra të mëdha dhe sot është dita kur ato mund të marrin jetë. Mos u merr me punë të vogla dhe me njerëz që ankohen. Ti je krijuar për të bërë gjëra gjigande. Edhe pse mendja mund të fluturojë pak dhe puna nuk të ecën me ritmin e duhur, mos u shqetëso fare. Frymëzimi që do të marrësh sot vlen më shumë se 10 ditë pune të rëndom. Sot ti parashikon suksesin dhe ai mund të trokasë në derë. Demi, dëgjoni mirë ju të shenjës së Demit, se çfarë po thonë yjet sot për ju. Hëna është ulur këmbëkryq në shenjën tënde dhe po të thotë se ti je qendra e botës tënde emocionale. Por kjo nuk është e gjitha. Dielli me Neptunin po bëjnë mbledhje në pjesën tënde më të fshehtë. Është koha të presësh fijet e vjetra që të mbajnë peng. Nëse ke mëri me dikë, hidhe në plera sot. Nëse ke dhimbje të vjetër, kuroje me fuqinë e shpirtit tënd. Sot intuita jote është më e mprejtë se thika e kasapit. Besoje asaj që ndjen brenda vetes. Mund të ndihesh pak sikur po përton të merresh me gjëra praktike, por mos u ndje në faj. Imagjinata jote po të çon në vende fantastike, ku do të gjesh thesarin që kërkon. Sakrifiko diçka të vogël për të ndihmuar dikë dhe do të shohësh se si universi do ta shpërblejë me më shumë. Sot është dita e shërimit të madh. Binjakët. Sot për ju binjak që jeni shpirtra të lirë, është dita të ulësh pak marshin, të dëgjosh rrahjet e zemrës tuaj. Hëna po qëndron pak pas krave tuaj, duke ju kërkuar të bëni një detoks shpirtëror. Mos u hidhi me kokë nëpër muhabete dhe thashe theme, por gjej pak kohë për veten. Sot do të ndjeni një dëshirë të madhe për shoqëri të pastër, për njerëz që ua shohin shpirtin pa folur fare. Binjak, bëni pak kujdes, se Neptuni mund t'ju turbulloj pak syt. Mos besoni çdo buzëqeshje që ju jepet sot. Mund të zbuloni se dikush nuk ka qenë aq i sinqert sa dukej, por kjo nuk do t'ju prish punë. Fokusohu tek ëndrat tuaja për një lumturi afatgjatë. Ndoshta është koha të rregullosh disa plane që nuk po ju ecin siç duhet. Sot është dita kur ëndrat tuaja do të marrin një kuptim tjetër, më të thellë dhe më njerëzor. Jeni me këmbë në tokë. Gaforja. E dashur Gafore, mbaje kokën lart se yjet sot po të ndriçojnë rrugën. Dielli dhe Neptuni po bashkohen për të treguar qëllimet e tua që nuk janë thjesht ëndra, por realiteti që po vjen. Sot nuk është dita për të marrë me detaje të kota, me llogari që të han kokën, por për të parë larg, shumë larg. Nëse ndihesh sikur puna jote nuk po të jep kënaqësi shpirtërore, sot mund të gjesh një zgjidhje. Një ide e re, një rrugë e vjetër, një mënyrë më krijuese do të lindë në mendje. Mos lejo problemet e vogla të prishin disponimin. Ti je bërë për gjëra të mëdha. Sot do ta kesh shumë të lehtë të planifikosh të ardhmen dhe të ëndërrosh me sy hapur për suksesin tënd në karrierë. Paqja me të kaluarën do të bëjë të ndihesh më i lehtë sot. Luani. Të dashur Luan, sot është dita kur shpirti juaj nuk njeh kufi. Ju keni një etje të papar për të mësuar dhe për të parë botën me një sy tjetër. Bashkimi i Neptunit me diellin sot do t'ju mbush me një energji magjike, do t'ju bëjë të falni çdo gabim dhe të lini pas çdo inat. Sot është koha të lini rutinën e mërzitshme dhe të provoni diçka që nuk e keni bërë kurrë më parë. Mundësi të çuditshme përpara, udhëtime të papritura apo ide gjeniale mund të kthehen në pasuri që do të vijë pranë jush. Ti nuk je për rrugët e rrahura nga të gjithë.
ti kërkon rrugën tënde, atë origjinalen. Edhe pse ëndrat mund të nduken pak si shumë të mëdha, mos u trem. Mbaj këmbët në tokë sa për të mos humbur rrugën dhe leje zemrën të fluturojë drejt aventurave të reja. Sot fati të ndjek kudo që shkon. Virgjëresha. Virgjëreshe dashur, sot yjet po prekin pjesën tënde më të thellë dhe shpirtërore. Dielli dhe Neptuni po të tregojnë se ndonjëherë duhet ta lësh logjikën më njanë dhe të dëgjosh vetëm zemrën, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhëniet e tua. Nëse ke ndjerë se diçka të mungon në dashuri apo miqësi, sot do ta kuptosh se ku rre çekiçi. Kujdes me kufit, mos lejo askënd të përdorë mirësinë tënde për interesat e veta. Por nëse gjërat i ke në vijë, sot mund të përjetosh momente që mund të duken si në prrallë. Një lidhje magjike, një bisedë që të shëron shpirtin, apo një vëzhgim i thjeshtë mund të japë përgjigje për ato që ke kohë që kërkon. Edhe pse mund të vijë papritur dëshira të bësh më shumë se sa mundet, mbaje pak veten. Hëna sot të shtyn drejt teorive të reja dhe rrugëve të pashkilura. Mund të guxosh, por kujdes me syt hapur. Peshorja. E dashur peshore, sot prania e diellit me Neptunin, aty ku ti i ke marrëdhëniet me të tjerën, të bëjnë që të ndjesh magjinë në ajër. Imagjinata jote po punon me orë të plotë dhe ti i sheh njerëzit me një dritë të mrekullueshme. Por kujdes, mos u bëj viktima e dikujt që kërkon të të marrë energjinë tënde. Sot njerëzit mund t'i kuptojnë fjalët e tua si t'i doj qefi atyre, ndaj bëhu pak e prerë kur duhet. Nëse ke ndjerë vetmi, sot është dita kur një lidhje shpirtërore mund të lulëzojë si me magji. Ti ke një fuqi të madhe sot për të dhënë ngrohtësi dhe mbështetje, dhe kjo do të kthehet mbrapsht me bekim. Mund të ndjesh nevojën të japësh jetë një ëndre të vjetër që lidhet me një person të veçantë. Mos e lër këtë energji të humbas, por përdore për të ndërtuar diçka të bukur. Akrepi. Të dashur akrep, dëgjoni se çfarë po thon yjet për përditshmërinë tënde. Neptuni dhe dielli po bëjnë një pakt për të treguar se jeta jote nuk duhet të jetë punë dhe lodhje. Është koha të futesh pak shpirt në rutinën tënde, pak krijimtari në çdo gjë që pret. Rutina e thjeshtë sot po të vret, ndaj gjej një rrugë tjetër, bëj diçka ndryshe. Ndoshta do të vijë një ide e madhe për shëndetin, apo një mënyrë e re se si të organizosh punët e tua. Ti ke fuqinë sot të shohësh gjërat e fshehura që të tjerët nuk i shohin dot. Ndihmo dikë, bëhu i dobishëm dhe do të ndjesh një kënaqësi që nuk ta jep asnjë shumë parash. Në vend që të humbasësh kohën me gjëra pa vlerë, merr një moment të freskosh veten dhe të lidhesh me qëllimin tënd të vërtetë. Imagjinata jote sot është një armë e fortë. Shigjetari. Sot yjet po vallëzojnë për ty dhe shpirti yt po fluturon lart. Dielli dhe Neptuni po bashkohen në një mënyrë që të jep hijeshi dhe magnetizëm që i çmen të gjitha rrotull teje. Sot është një ditë për të krijuar, për të dashuruar dhe për të treguar rrugën të tjerëve. Ëndrat e tua sot janë të mëdha, pothuajse gjigande, dhe kjo të jep një forcë të paparë. Nëse deri dje je ndjerë sikur diçka të mungonte, sot do ta kuptosh se çfarë është dhe si duhet ta arrish. Mund të kesh një lloj magjie në çdo takim që bën, një lloj fati të shkruar që të ndjek nga pas. Por një këshill prej nesh, lumturinë tënde ndërtoje vetë, mos u lër në dorë të tjerëve. Kur ti je i lumtur me veten, bota do të gjunjëzohet para teje. Sot është dita të shkëlqesh në çdo fushë të jetës. Bricjapi. Bricjap i hekurt, sot yjet po të thonë të kthesh syt nga vetja jote. Edhe pse ti gjithmonë je në lëvizje për të kërkuar suksesin, sot bota jote e brendshme kërkon vëmendje. Dielli dhe Neptuni po bashkohen në shtëpinë tënde të katërt.
Kjo do të sjellë një dëshirë të madhe për të bërë folen tënde më të ngrohtë dhe më të bukur. Mund të gjesh një mision të ri për të rregulluar diçka në shtëpi, apo për të ndryshuar totalisht mënyrën si jeton. Është një ditë ku mund të nxjerrësh jashtë të gjithë ndjenjat e mbyllura që të rëndojnë dhe të gjesh paqen. Mos e lër veten të mbytesh në punë, por gjej kohë të reflektosh. Kushtoj rëndësi frymëzimit që të vjen kur je në qetësi. Mund të zbulosh dëshira që nuk i dije, dhe ky është momenti i duhur për t'u lidhur me zemrën tënde shpirtërore. Gjej qetësinë sot. Ujori. Sot mendja jote është si një radio që kap val nga e ardhmja. Dielli dhe Neptuni po bashkohen në sektorin tënd të mendjes, duke të dhënë një dritë të madhe mbi çdo projekt apo ide që ke. Sot komunikimi yt nuk është i zakonshëm, është magjik. Do të ndjesh nevojën të bësh gjëra që kanë një qëllim të lartë, jo thjesht punë për të kaluar radhën. Shpirti yt kërkon ngjyra, kërkon bukuri dhe kërkon të thyej kufijtë e normales. Ndoshta mund të vijnë disa ide unike për marketing, për të shitur idetë e tua në mënyrë që askush nuk e ka menduar më parë. Por duhet të dëgjosh këtë fjali, bëj pak kujdes me fjalët se mund të ngatarrohesh nga entuziazmi i madh. Ngadalsoje pak vrapin dhe dëgjo se çfarë po të kërkon shpirti yt vërtet. Sot është dita të tregosh se je i ndryshëm nga të tjerat, dhe kjo është fuqia jote më e madhe. Peshqit. Sot dita juaj është e mirë. Dita kur mbreti juaj Neptuni bashkohet me diellin. Kjo është ajo energji që u jep krah dhe ju bën të ndjeni sikur do të pushtoni botën pa bërë asnjë zhurmë. Sot po kërkoni mënyra të reja krijuese si dhe të ktheheni më të sigurt dhe më të qëndrueshëm në jetë. Ëndrat tua për para dhe bollok sot nuk janë thjesht fantazi. Mund të kthehen në ide biznesi që do t'i lënë të gjithë me gojë hapur. Por bëni pak kujdes me portofolin sot, mos u nxito me shpenzime që nuk janë të domosdoshme. Shikoni mirë nëse ajo që po bëni përputhet me atë që ju besoni në shpirt. Sot keni fuqinë të shihni gjërat nga një tjetër këndvështrim dhe të kuptoni cilët janë prioritetet tua të vërteta. Gjithçka po ngadalsohet që ju të shihni bukurinë e vërtetë të jetës. Ju jeni shenja e mrekullive sot. Ky është horoskopi për ditën e diel. Ju urojmë të gjithëve fat në punë, në dashuri dhe sukses kudo që jeni.